Ju keni qenë deputet visare përmendet aso kohë, mos edhe kryetari i partisë. Po. Akuzat kryesore kanë qenë kundër zotit Thaqi, i cili ushtronte presion të jashtëzakonshëm mbi deputetet e vet për ta votu këtë gjykat, ligjin. Dhe akuza në drejtim të Thaqit ishte që ky ka marrë garanci që nuk do të shkoj vet dhe të t'i çoj shokët e vet. Çka u demantua në fund. Pra, ishte njeriu i parë që u akuzua, domethënë, se zoti Thaqi konsiderohet udhëhec, si më thënë, i grupit të akuzuarve. Tash kur e analizon njeri dhe sheh sa shumë i kemi rënë qafë atij njeriu, pa të drejtë, sepse nuk e dim çka ka menduar ai, por ajo që e di unë është se kur ndërkombëtarët, partner ndërkombëtar, i kanë thënë se duhet bëhet një gjë e tillë në të mirë të Kosovës, ai e ka bërë. Dhe e ka bërë edhe atëherë kur është konstatuar që i rrezikohet jeta atij, sepse nëse shkon në burg për jetë, rrezikohet jeta, i rrezikohet liria. Prej këtij kandit që ne e shohim sot, duhet me qenë kogja patriot edhe me dash këtë vend, sa me çu dorën, me inicu diçka e cila mas pari të merr ty. A imagjinohet sot dikush me ndërmarrë një veprim të tillë që i rrezikohet liria apo mirëqenia e dikujt tjetër? Sepse ne po ballafaqohemi sot me një situatë kur jemi në një konflikt me ndërkombëtarët për shkak se, siç thuhet, nuk po i dëgjojnë ndërkombëtarët. Ai njeri i dëgjonte ndërkombëtarët dhe ku përfundoi sot. Kjo është e interpretueshme, ai tratun ndërkombëtarët, a mos rastësisht dikush i ka thonë, hajt mos tani se ti nuk prekesh, apo çka ka ndodhur, se tash gjatë këtyre viteve edhe në diplomaci ndodhin edhe pak konspiracion, pak teori të ndryshme, të cilat po i vulos zoti Richard Grenell. Tash unë mendoj kështu, e di, i kemi rënë qafë veçanërisht për këtë çështje mendoj komplet padrejtësisht. Kreu të PDK-s. Pra, edhe zoti Thaqi, edhe zoti Veseli. Po se të dytë ishin njëjtin lim. Sepse atëherë në mos gabofsha, kjo ka qenë vitin 2014, pra zoti Thaqi ka qenë ministër i jashtëm, kryetari i partisë ka qenë Kadri Veseli, dhe kryetari i kuvendit, jo? Po, kështu ka qenë situata. Sakt. Pra të dyve këtyre, të cilët sot janë në Hag. Kur e lexon raportin e Dick Martit dhe pastaj raportin e prokurorit amerikan Williamson, ti e sheh që të gjitha akuzat që kanë dalë prej këtyre dy raporteve i adresohen kreut të UÇK-s. Pra kushdo që merr dhe lexon çat dokument, sikur për shembull zoti Thaqi, zoti Veseli, zoti Krasniqi, zoti Selimi, dhe mendon që ata nuk kanë me qenë pjesë e kësaj gjykate, do duhet të ishin shumë naiv, pra mendoj që gjithë kanë ditë që potencialisht ata do të jenë, se për ta është bo, për kreun e UÇK-s është bo, nuk është bo për mua e ty. Unë nëse ko marrë dokumente, po më ditë që unë s'jam aty. Ata kanë ditë që janë, mendoj. Kështu që po thudi kjo ka qenë sakrificë e madhe, po unë mendoj që është bo për të mirën e Kosovës, sepse e kundërta kishte me qenë shumë keq për Kosovën. Është sakrifica e fundit e tyne që është bërë për Kosovën? E konsideron kështu? Unë mendoj që kjo është sakrificë e madhe, shpresoj të jetë e fundit, edhe shpresoj që ata dalin të përfundojë gjykimi ashtu siç e dëshmojnë dëshmitë, që dorën zemër nuk ka kurfar dëshmie serioze aty. Domethënë me ato që kemi dëshmuar. Tani do të kthejna unë të kjo pjesa. Po ti këto janë shumë mirë sot. Pra në këtë drejtim konsideroj që kjo ka qenë vendim jashtëzakonisht i pjekur politik, edhe po është sakrificë, në kuptimin që ti për shembull e dorëzon vetë në thu përkundër që unë e kam gjykuar, përkundër që e di që është e padrejtë. Po e bëj. Po e bëj sepse mos më bëu më keq për Kosovën. E mbase personalisht edhe individualisht kish mujt me qenë më mirë për ta, a kupton? Po është më keq për Kosovën. Aty në pastaj. Ne ju kishim thonë se jo për shkak të juaj, ju e shkatrut këtë vend, e izolut Kosovën, e fut sanksione për interesat juaja personale, se po keni frikë që shkoni në burg. Dhe pse po keni frikë që shkoni në burg? Se jeni kriminal, se keni bë këto, e keni bë këto, a pastaj poezia kishte qenë shumë e gjatë. Po kjo nuk ndodhi. Që ky ligjërim, veç para mendoj, që ky ligjërim, për shembull, po të kish refuzuar Kosova me boçë gjykatë.
në syt e opinionit ndërkombëtar. Kjo kishte më qenë pranimi i faqësisë. Në momentin që kishte refuzuar Kosova dhe ata e kanë ditë që në krye të shtetit atko kanë qenë krerët e UÇK-s, kishin thonë këta pa e dinë që kanë faj, prandaj s'po dojmë gjyku. Dhe më thonë njeri i faj shumë këshyr me ikë gjyqësisë. I pa fajshmi shkon të gjykata, të prokurori jem të shpijë kështë më rallë. Kur e kimi zmarrë veç me qumë e zërë. Zoti Kurti nuk po shkon në gjykatë për tash, kjo është aludim që me bote unë me stash përgjithësi. Mora si shembull, është dy herë gjykata i shqiptar në dënim pse po refuzon me shku si dëshmitar. Si dëshmitar për një rast korrupsioni. S'ka kur gjë të bëj me aspektin politik. Tash, në këtë anën tjetër, kjo qasje, do me thonë që kjo e ka bo se e ka di që s'është aty, për mendimin tem përveç që nuk është e faktume, është edhe shumë cinike. Po veç mos të harojmë me. Na për shembull kemi edhe sot Kosovë njerëz të cilë thonë që këta janë shku në gjykatës e kanë ditë që s'kanë me dekë. Apo jo? Po. Kush qohët edhe shkon në një luftë, komplet pa barabartë. Po. Ai me tenka me push në ashtë një alti, edhe thu po shkoj se unë aty pështaj. Kush hajt, do të thonë, veç nëse je i marë. Tash natyrisht në asnjë luftë nuk det kërkush. Por po do të thonë që kjo mendsi që ka shumë udhëheqet për emocionet e urrëties ka si personit e jo për analizë racionale politike, është jashtëzakonisht e dëshme. Dhe unë mendoj që njerëzit duhet me kuptu që dëmit që mund të shkaktohet Kosovës përmes kësaj gjykate, e veçanërisht përmes këtyre procedurave ose shkeljes së procedurave, ka më qenë shumë e madhe. Se kjo në fund të fundit nuk përfundon me shpalljen të fajshëm ose të pafajshëm të zotit Thaçi edhe të tjerëve. Domethënë zotit Mustafa kështu më radh, çto shkelja procedurave që janë bërë karshi zotit Mustafa në dënimin që për shkelje e ligjit. Që eventualisht ka mu adresu dikon në një gjykatë më të lartë apo jo. Nëse antarësohemi në Këshillin e Evropës. Dhe çto raste, çet rast në fakt zoti Mustafa ka më fituar let në gjykatën e Strasburgit, apo jo. Po. Dhe përgjegjësia për të shkelje kam ju vesh Kosovës, sepse gjykata, dhomat e veçanta janë gjykatë formalisht e Kosovës. E Kosovës. E votuar në kuvend, e parapar në Kushtetutën e Republikës dhe me legjë të votuar në Kuvendin e Republikës. Pra është kjo përgjegjësia e Kosovës. Të mos flasim pastaj për përgjegjësinë politike edhe, domethënë, dëmin, them unë kështu, politik që është ka në Kosova me çdo. Do të thonë në gjë pa e harrojmë, domethënë në luftën që kemi bërë na me Serbinë. Ka një avantazh jashtëzakonisht madh për Kosovën sepse krimet janë kryer nga ajo e na jemi qenë në luftë kombëtare. Nëse tash na kemi kësi vendime katastrofale të pambështetëra, në të cilat në nivel të gjyqësorit, së pak në nivel dokumenteve gjyqësore, e bojnë një farë barazimi mes krimeve, kjo është e dëmshme pastaj për Kosovë.